Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Trëndafili i egër bën mrekulli për shëndetin, ja si ta përdorni për të trajtuar këto 7 probleme. Kokrat e trëndafilit të egër janë gabimet medicinale me efektet më të fuqishme në organizmin e njeriut. Kokrat e trëndafilit të egër thahen dhe njëkohësisht janë të gatshme për të përcjellë të gjitha vlerat e tyre të pakrahasueshme tek njerëzit, kryesisht në formën e çajit. Me qindra familje shqiptare e kanë aktivitet jetësor mbledhjen e trëndafilit të egër, por edhe të bimëve të tjera mjekësore, të cilat pas grumbullimit kanë si destinacion eksportin, por edhe tregun vendas. Kjo shkurre e vogël është me degë gjëmbore dhe arrin nga 2 deri në 4 metra lartësi. Kokrat e trëndafilit të egër kanë një përdorim të gjerë medicinal. Ato janë të pasura me vitamina, acide yndyrore, antioksidant, madje përbëjnë edhe një metodë domethënëse për përfitimin e vitaminës C. Kokrat e trëndafilit të egër mundet që t'i përdorni për çaj, mundet që të bëni reçel me to ose marmalat dhe munden që të përfshihen në shumë ushqime të tjera. Varianti i tyre i thatë, i cili përdoret në çaj, është kryesisht më popullori. Sipas ekspertëve, ju duhet të dini se cilat janë vlerat shëndetësore të trëndafilit të egër. Si fillim, janë plot me antioksidant. Këto kokra, të cilat kanë përmasa të qershive, janë njëkohësisht një thesar i vërtet i trëndafilit të egër, sidomos zakonisht ne i gjejmë në ngjyrë të portokallët dhe të kuqe. Ato janë të pasura me vitaminë C, që është një antioksidant i fortë dhe përmban karotenoid dhe substanca të tjera bioaktive. Parandalon diabetin. Ekspertë të bimëve mjekësore në Turqi e kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të trajtuar sëmundje si për shembull diabeti. Shkencëtarët në Universitetin Gazi kryejnë disa eksperimente për të ekzaminuar rolin e trëndafilit të egër në parandalimin e këtyre simptomave dhe vënë re që ekstrakti i etanolit tek trëndafili i egër shërbente si një antioksidant, hipoglicemik dhe antidiabetik. Rezultatet e eksperimenteve i bën ekspertët më optimist për përbërësit e trëndafilit të egër dhe vlerat e tyre kundër diabetit. Parandalon melanomën e lëkurës. Kur lëkura e njeriut lëndohet nga rrezet e tepërta të diellit, krijohet një terren për melanomën, që është një nga sëmundjet më të rrezikshme të lëkurës. Sipas shkencëtarëve japonez, përbërësit e trëndafilit të egër kanë një efekt pengues ndaj enzimës dhe gjithashtu ndaj procesit të prodhimit të qelizave të këqija. Gjithashtu, sipas ekspertëve, duhet të dini se trëndafili i egër ndihmon edhe në punën tuaj të zemrës. Trëndafili i egër përmirëson shëndetin e zemrës tek pacientët obezë. Sipas të dhënave, trëndafili i egër ulë nivelin e tensionit të gjakut dhe kolesterolin e keq. Si rrjedhoi, trëndafili i egër ulë shanset për sëmundje vaskulare dhe humbja e jetës si pasojë këtyre sëmundjeve. Shumë studime janë bërë tek njerëzit mbi peshë të cilët kishin nivele të larta të kolesterolit dhe të tensionit dhe zbuluan rolin pozitiv dhe superior të trëndafilit të egër në krahasim me ilaçet farmaceutike për këto 2 simptoma. Lufton të ftohtin. Trëndafili i egër ka një përmbajtje të lartë të vitaminës C. Si rrjedhoi, mund të përdoret edhe në kurat kundër të ftohtit. Për më tepër, trëndafili i egër vjen në ndihmë të gjakut dhe kockave. Trajton problemet e lëkurës. Përdorimi i ekstrakteve të trëndafilit të egër është njëkohësisht mjaft i mirë në trajtimin e disa problemeve të lëkurës. Vajrat e trëndafilit të egër janë terapeutik, shuajnë njollat e lëkurës dhe hidratojnë atë dhe zbusin shenjat në lëkurë. Trajton çrregullimet në stomak. Trëndafili i egër mundet të përdoret njëkohësisht edhe për të trajtuar
sëmundjet e stomakut, spazmat, irritimet dhe ulçërat. Kryesisht është përdorur si një tonik për stomakun dhe për tretjen. Ai ka qetësuar dhe trajtuar probleme dhe simptoma si për shembull diarreja, zorrët, fshikëzën e urinës dhe infeksionet në traktin tuaj urinar. Forcon sistemin imunitar. Trëndafili i egër është gjithashtu një nga elementët i cili duhet përdorur në mekanizmat mbrojtës të trupit. Parandalon gjithashtu infeksionet bakteriale dhe virale, lufton temperaturën, forcon funksionet imunitare, lodhjen, rrit qarkullimin e gjakut në gjymtyr dhe gjithashtu rrit fluksin e qarkullimit të ujit në trup dhe gjithashtu shuan etjen. Në Shqipëri, rastet e pacientëve të cilët vuajnë nga reumatizma janë në rritje duke prekur edhe moshat nën 30 vjeç. Shkak është stili i keq i ushqyerjes dhe nga ana tjetër reumatizma është një sëmundje e cila ka të bëjë pikërisht me dëmtimin e kyçeve të trupit të cilat në çdo lëvizje të trupit shkaktojnë dhimbje. Mjekët deklarojnë se një regjim i dobët ushqimor dhe njëkohësisht mungesa e aktivitetit fizik janë dy faktorët kryesorë të cilët sjellin probleme me kyçet. Shumë studime të mirënjohura mjekësore kanë dalë në përfundimin se përdorimi i trëndafilit të egër në formën e pluhurit apo pudrës redukton në 90% rastet e dhimbjeve nga reumatizma. Trëndafili i egër njëkohësisht konsiderohet si një nga bimët më medicinale më të mira për sa i përket të lehtësimit të dhimbjeve të reumatizmës. Gjithashtu, ne këtu do t'ju tregojmë një kurë tërësisht efikase e cila është fort e vlerësuar nga mjekët për largimin e dhimbjeve nga reumatizma. Pluhuri i trëndafilit të egër dhe përgatitja. Pluhurin e trëndafilit të egër mund ta gjeni në farmaci si suplement ose në dyqane organike, por mund ta përgatisni edhe vetë. Mjafton që të keni një sasi të konsiderueshme trëndafilash të egër të cilët duhet të jenë të thatë. Shtypeni ato fort në një haban guri, e cila është një enë tërësisht e posaçme për të bluar erza dhe sigurisht sipas të dhënave më pas, doza e rekomanduar ditore për përdorimin e këtij pluhuri është 5 gram në ditë. Rekomandohet që të përdoret për 1 deri në 3 muaj dhe mund ta konsumoni të shkrirë në një gotë me pak ujë ose duke e gëlltitur. Megjithatë, përdorimi i trëndafilit të egër pluhur për reumatizmën, si edhe doza e tij nuk duhen marrë pa u konsultuar më parë me mjekun. Çfarë tregojnë studimet? Nga një eksperiment i zhvilluar në Britaninë e Madhe, nga Instituti për Kërkime Shkencore ndaj sëmundjeve reumatizmale, të dhënat kanë treguar se pacientët me osteoporozë patën një përmirësim tepër të dukshëm në reduktimin e inflamacionit të kyçeve dhe dhimbjeve të tyre. Bazuar në këto studime, ekspertët rekomanduan njëkohësisht përdorimin e suplementeve të trëndafilit të egër pluhur për pacientët të cilët vuajnë nga artriti për një periudhë 1 deri në 3 mujore. Mirë po, gjithmonë duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultoni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.